Afati për partitë politike që synojnë të formojnë koalicione për zgjedhjet lokale të 12 tetorit ka përfunduar në mesnatë. Në këtë garë zgjedhore, Partia Alternativa do të marrë pjesë pa u bashkuar me ndonjë subjekt tjetër politik. Këtë e ka konfirmuar kryetari i Alternativës, Mimoza Kusari Lila, e cila bëri të ditur se partia e saj do të garojë vetme në zgjedhjet lokale. Alternativa në këto zgjedhje lokale do të jetë në garë vetme. Së shpejti do të bëjmë publike komunat në të cilat do të marrin pjesë në zgjedhje, është shprehur Kusari Lila. Ndryshe, gjatë ditës së djeshme, ka përfunduar afati për partitë politike që dëshirojnë të njoftojnë Komisionin Qendror të Zgjedhjeve KQZ-n, lidhur me formimin e koalicioneve për zgjedhjet lokale, që do të mbahen më 12 tetor 2025. Deri më tani, sipas KQZ-s, vetëm 2 partitë politike kanë dorëzuar njoftim për pjesëmarrje në zgjedhje përmes një koalicioni.